Dashi. Guximi të ndihmon të dalësh përpara, sidomos kur bëhet fjalë për financa. Me financa trego kujdes sepse një shpenzim i vogël mund të zmadhohet pa e kuptuar. Mos e nënvlerësoj një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Themi, sot mos u kap fort pas të vjetrës, sepse planet personale kërkojnë fleksibilitet. Mos kërkoj ndryshim të menjëhershëm. Sot rëndësi ka të zgjedhësh drejtimin. Mbrëmja sjell më shumë qetësi kur nuk e tepron me analizat. Binjakët, mos u shpërqendro nga shumë mundësi, sepse rutinë kërkon fokus. Mos e mbush ditën në mënyra të panevojshme, lër hapësirë të përpushim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Gaforia, ndjeshmëria jote është e lartë dhe të ndihmon të kuptosh më mirë vendimet. Për vendime të rëndësishme kërko fakte, jo vetëm përshtypje apo emocion të momentit. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Luani, vëmendja mund të kthehet nga ti. Ndaj humori kërkon sjellje elegante. Një aktivitet i thjeshtë, muzikë ose shëtitje mund të rikthejë energjinë. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Virgjëresha, një plan i thjeshtë mund të zgjidhë një ngërç të vogël në dashuri. Një gest i vogël romantik ose një mesazh i kujdesshëm mund të hapë rrugë. Mos e nënvlerëso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Peshorja, mos e shty pafund një vendim. Financa kërkon qëndrim më të qartë. Në financa trego kujdes sepse një shpenzim i vogël mund të zmadhohet pa e kuptuar. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Akrepi, dita sjell emocione të thella dhe mundësi për kthes në plane personale. Mos kërkon ndryshim të njëhershëm. Sot rëndësi ka të zgjedhësh drejtimin. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Shiqetari, dëshira për liri rritet dhe të shtyn të shohësh më larg në rutinë. Mos e mbush ditën me detyra të panevojshme. Lër hapësirë dhe përpushim. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Britsjapi, sot një hap i matur vlen më shumë se një nxitim i madh në vendime. Për vendime të rëndësishme kërko fakte jo vetëm përshtypja apo emocion të momentit. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Ujori, një kontakt ose grup mund të ndikojë pozitivisht në humor. Një aktivitet i thjeshtë, muzikë ose shëtitje mund të rikthejë energjinë. Mos e nënvlerëso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Peshqit, mos u humb në mendime. Në dashuri bëj një hap të qartë. Një gest i vogël romantik ose një mesazh i kujdesshëm mund të hapë rrugë. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.